Porti i ri në Porto Romano nuk është thjesht një projekt infrastrukturor. Numri 1 i qeverisë, kryeministri Edi Rama theksoi rëndësinë e ndërtimit të portit të ri tregtar në Porto Romano përballë kritikave të kundërshtarëve politik. E përsëris është një projekt strategjik, rajonal dhe europian i lidhur me funksionimin vital të korridorit 8 dhe me nyjet tjera logjistike, ku përfshihen dhe portet e thata të Prishtinës dhe të Shkupit. Kryeministri theksoi se përballë akuzave se projekti është kundërshtuar nga SBA dhe BE, nuk ka asnjë të vërtetë, pasi sipas tij ai ndodhet në tryezën e NATO-s. Në këtë proces nuk ka patur asnjë shqetësim të shprehur nga aleatët tanë, as nga Shtetet e Bashkuara, as nga Bashkimi Evropian, përkundrazi, projekti është në tryezën e NATO-s. Shpjegoi se si faktor të nëndeshëm kërkojnë ta bllokojnë projektin. Kjo është një fuqi e re që hyn në konkurrencën tregtare detare të mesdheut. Ky është një faktor që merr pjesë nga sofra ku shpërndahet përfitimi i gjithë aktivitetit detar tregtar në këtë pjesë të botës ku ne jetojmë. Paralajmëroi vijimin e projektit me çdo kusht. Ne jemi gati të kalojmë në një plan të shpejtë dhe agresiv për të garantuar fillimin e ndërtimit të portit, për cilin kemi vënë dispozicion edhe të gjithë buxhetin e nevojshëm. Shefi i ekzekutivit u ndal dhe tek rritja e çmimit të naftës si pasojë e luftës mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit. Për këtë theksoi idenë e futjes së faktorit shtetëror për stabilizimin dhe kontrollin e tregut të naftës. Do të luajë rolin e stabilizuesit të tregut, do të ndikojë në rritjen e transparencës së çmimit, si dhe do të garantojë furnizimin në treg duke pasur në mbështetje një kapacitet shumë të rëndësishëm siç është garancia sovrane. E deri në krijimin e këtij faktori, Rama theksoi se task forca e ngritur nga Ministria e Ekonomisë do të marrë masa ndaj çdo abuzimi, duke kontrolluar kështu çdo ditë tregun e hidrokarbureve me shumicë dhe pakicë.